Nertan, çfarë mund të na thuash për këtë etapë që zhvillohet në Vlorë? Emiliano, për të lidhur pak me atmosferën e zgjedhjeve, në Vlorë do të votohet ashtu si në gjithë Shqipërinë, por qyteti Bregdetar do të ketë edhe një eveniment tjetër që do të ketë një vete dhe sytë e botës sportit, do të filmohet etapa e tretë e Giros së Italisë, e fundit në tokën shqiptare, është më e vështira, më e gjata, por gjithashtu edhe më piktoreska. Kjo për shkak të itinerarit që do të përshkojë, do të nisë nga Vlora, do të përshkojë të gjithë rivjerën shqiptare për të përfunduar në vijën e tenisit sërish në qytetin Bregdetar, 164 kilometra është kjo etapë, po ashtu ka parashikon edhe ngjitjen e parë malore të vështirë pasi do të kaloj në qafën e Llogaras. Për këtë arsye kjo gara shumë e rëndësishme pasi do të projektojë ndoshta dhe favoritët kryesor sa i përket edicionit të 108 të Giros së Italisë. Gara do të nisë pra nga vija e startit rreth orës 13:15 dhe pritet sipas organizatorëve të përfundojnë në orën 15:30 të ditës së diel. Gjithashtu kjo etapë ka sjellë edhe do të sjellë më saktë edhe bllokimin e disa rrugëve të qytetit Bregdetar. Bashkia por edhe policia e rendit kanë shpallur planin e masave duke kërkuar edhe mirëkuptimin e qytetarëve. Emiliano? Nertan Prifti, faleminderit.